Tani ne na ka lindur ideja me që kemi jetuar dhe jetojmë këtu në një kohë goxha të gjatë. Shikojmë ka një ndytje të mjeteve të makinave për fatkeqësinë dhe mirësitë që ka këtu ky vend, kjo kishe jon që i bën me kontribut vullnetar. E pashtë arsyeshme nga shpirti im, nga zemra ime, t'i adhuroj një pjesë tokës të kishës. Ju jeni besimtar ortodoks? Jam besimtar ortodoks, dem babademave nga prindrit. E them që edhe rinia sot duhet të frymëzohet me besimin e fesë ortodokse. Të bëj thirrje gjithë opinionit publik ortodoks që të kontribojnë për këtë ndërtesë fetare.